Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Kryej punën tënde me qetësi. Dale Carnegie thot: Afrikanët dhe Amerikanët të cilët jetojnë në jug dhe kinezët janë popujt e vetëm që rrallëherë godet sëmundja e zemrës që shkaktohet nga shqetësimi, nga se ata i kryejnë punët me qetësi të madhe dhe pa fije nervozizmi e zëmrimi. Gjithashtu thekson, numri të vdekurve në Amerikë rritet më shumë tek ata që bëjnë vetvrasje se tek ata që vdesin me sëmundje të tjera. Ky është një realitet i çuditshëm që nuk të besohet. Ki mendim të mirë ndaj Zotit tënd. William James thot: Me të vërtet Zoti është falës dhe i fal mëkatet dhe gabimet tona, por nuk e bën këtë edhe sistemi ynë nervor. Ibn el-Veziri në librin e tij shënon këtë thënie: Me të vërtet shpresa në mëshirën e Allahut ja çeli robit dyert e largpamësisë dhe e forcon në adhurimin ndaj tij. E bën njeriun më aktiv në adhurimin e natës dhe entuziazmon në punë të mira. Kjo është më se e vërtet, pasi shumica e shpirtrave nuk qetësohen vetëm me përmendjen e Allahut, përmendjen e fjalës së gjerë të tij, pranimin e pendimit të robit tek ai dhe përmendjen e butësisë së tij. Pra kur ai përkujton këto cilësi të Allahut, robit që është i shqetësuar shpirtërisht, ai përpiqet të bëhet më i afërt te krijuesi i vet dhe t'i vazhdojë punët e mira. Kur ju bredhin mendimet. Thomas Edison thot: Nuk ekziston mjet që njeriu të ikë nga mendimet e tij. Kjo fjalë është e vërtetuar edhe me praktik. Ndodh që njeriu të lexojë apo të shkruajë, por ai patjetër mendon. Ajo që edukon mendjen dhe e lë të stabilizuar është serioziteti në punë, që të jep fryte të dobishme. E sa për popullin përtac që ja ka ënda zbraztirën, ata janë njerëz që e mbushin kohën e lirë me përhapje gënjeshtrash dhe ngritje kurthesh, pasi kështu e kanë shijen. Përqafoi kritikat konstruktive. André Moreau thot: Çdo gjë që harmonizohet me dëshirat tona personale duket e vërtet, e çdo gjë që është jashtyre ngacmon zemërimin ton. Gjithashtu janë këshillat dhe kritikat. Në shumicën e rasteve ne jemi ata që e duam lavdërimin dhe duam të na lëvdojnë, edhe nëse është e kotë. E urrejmë kritikën dhe qortimin, edhe nëse është i vërtet. Pa dyshim se ky është turp i madh e gabimi i rrezikshëm. E kur thirren që ndërmjet tyre të gjykojë Allahu dhe i dërguari i tij, një grup prej tyre s'u përgjigjen asaj. Por nëse e drejta u takon atyre në atë gjykim, ata i shkojnë atij të bindur dhe me respekt. William James thot: Kur të vendosësh të bësh diçka brenda ditës, kryeje po atë ditë, sepse vendosmëria të largon nga koka mendimet dhe mërzit që ndodh t'ju sundojnë, deri në rezultatin e zgjidhjes së problemit, që do të thotë se nëse je i bindur në atë vendim dhe nuk luhatesh dot, vazhdon dhe ecën përpara. Mos u ndal me hamendje apo të shqetësohesh e t'i kthesh hapat e tua mbas. E as mos e humb veten me dyshime që të lindin, e as mos vazhdo të shikosh se ç'lë pas shpinës tënde. Një poet thot: Nëse ke ide për diçka, qëndroj vendosur, se mendimi të prishet kur rri merakosur. Trimëria në marrjen e vendimit të zgjon nga çoroditja e shqetësimi. E kur çështja të jetë vendosur, do t'i ishte më mirë për ata t'i jenë besnik Allahut. Mos jeto në fantazira, puno, përpiqu dhe largoje pasivitetit. Dr. Richard Cabot, profesori mjekësisë në Universitetin Harvard, në librin e tij të titulluar Me çfarë jeton njeriu, thekson: Unë si mjek ju këshilloj me punë si ilaçi më i suksesshëm për të sëmurët që ankohen nga krizat nervore, si rezultat i dyshimeve, luhatjeve dhe frikës. Pra puna është për ne ajo që na dhuron trimërinë,
na bën të bazohemi në vetvete. Kjo e ka bërë Emersonin më madhështor. E kur të kryet namazi, atëherë shpërndahuni në tokë dhe kërkoni begatit e Allahut. George Bernard Shaw thot: ndoshta sekreti i depresionit qëndron në atë kur fillon të mendosh rreth asaj se a je i lumtur apo jo. Mos u intereso për një mendim të tillë, por qëndroj i angazhuar në punë, nga se atëre fillon gjaku të qarkulloj dhe truri të mendoj. Qëndroj lidhur me punë, sepse ky është ilaçi më i mirë që ekziston mbi sipërfaqen e tokës. Dhe thuaj: veproni, Allahu do ta shohë veprën tuaj, edhe i dërguari i tij e besimtarët. Romancieri britanik Benjamin Disraeli thot: jeta është shumë e shkurtër që të jetë e parëndësishme. E ai thot: sa vjet kemi kaluar në tokë? Ata thonë: kemi qëndruar një ditë ose një pjesë të ditës. Pyeti ata që din numërimin. Ai thot: mire keni, sikur ta dinit një mend, pak keni qëndruar. Shpeshherë lajmi i përhapur nuk besohet. Generali George Crook, njëri ndër luftëtarët më të mëdhenj të Indisë në historinë amerikane, në faqen 77 të ditarit të tij deklaron: vërtet gati çdo shqetësim dhe mërzi tek indianët rrjedh nga imagjinata e tyre, e jo nga ngjarjet e vërteta. Allahu thot: e çdo zë e mendojnë se është kundër tyre. Edhe sikur të dilnin me ju, ata nuk do t'ju shtonin tjetër, veç nga të rresës, dhe shumë shpejt do të përçanin mesin tuaj. Profesori i shquar Hawkes i Universitetit Columbia thekson: çdo sëmundje që është në ndjell ose i gjendet shërimi ose si gjendet kurrë. Nëse ka shërim, atëherë përpiqu ta gjesh, e nëse nuk ekziston ilaçi, atëherë mos u intereso për të. Mbi këtë thënie kemi hadithin e pejgamberit, që thot: nuk zbriti Allahu asnjë sëmundje, pas zbritur ilaçin e saj. Butësia ju amënjanon konfrontimet. Një mësues japonez ju drejtua nxënësve të tij: butësia është një lloj si shelga, e cila është shumë elastike dhe lakueshme. Dhe hakmarrja është një lloj si një dru i cili është shumë i ashpër dhe i fortë, që era shpejt ja kput trungun. Besimtari është një lloj sikur bima jeshile e re, të cilën era e lëkund herë djathtas e herë majtas. Njeriu i urtë dhe i mençur është sikurse uji, i cili asnjëherë nuk ndeshet me shkëmbinj gjigant të maleve, por ju sillet, përplaset dhe i rrjedh në të djathtë, në të majt, mbi apo nën të. Hadithi i Muhamedit e vërteton këtë fjalë. Besimtari është sikurse deveja me frerën hund, sikur t'i thuhet të gjunjëzohet mbi gur, do t'i gjunjëzohej. E kaluara nuk kthehet. Ashtu që të mos dëshpëroheni për atë që u ka kaluar. Doktor Paul Brandoni e hedh për tokë gotën me qumësht që kishte mbushur. Ajo u thye e qumshti u derdh. Pastaj bërtiti duke thënë: mos vajto mbi qumshtin e derdhur tani. Kurse thënia popullore është: ajo që nuk të është caktuar, vështirë se mund të arrihet. Kërko lumturinë në vetveten tënde dhe brenda teje, e jo rreth teje dhe jashtë teje. Poeti i shquar anglez Milton thot: mendja jote në vendin e vet dhe në vetvete mund ta bëj parajsën ferr, e ferrin parajs. Poeti i madh arab El Mutenebiu thot: i mençuri e bën të nxirr jetën e tij duke jetuar në begati, e ignorantit vështirësitë si duken gjë, jetën kalon plot harmoni. Para jeta s'meriton pikëllimin. Napoleoni thoshte prej burgut të Shën Helenës: nuk di të numëroj 6 ditë gëzimi e lumturie në jetën time. Hisham ibn Abdul Melik, kalifi i shtetit islam,
thonte: numërova ditët e lumturisë sime, e nuk gjeta më tepër se 13 ditë. Ndërsa Abdul Meliku thonte: sa mirë do të ishte sikur të mos kisha qenë kalif. Një ditë Ibn es-Semaku, ligjëruesi i njohur i asaj kohe, hyri te Harun e-Rashidi, e mori etja Harun e-Rashidin dhe kërkoi ujë. I tha Ibn es-Semaku: sikur të ndalohet kjo pirje uji o prijës i besimtarve, çfarë do të kishit bërë? A do ta kishe ndëruar gjysmën e pasurisë me këtë gotë ujë? Tha: po. Pasi e pi ujin, i tha: po sikur të ndalohet nxjerrja e kësaj pike uji që e pive, a do të kishe dhënë edhe gjysmën tjetër të pasurisë për ta nxjerrë atë? Tha: po. Ibn es-Semaku i tha: pra nuk ka dobi prej një pasurie e cila s'vlen as sa një gotë uji. Me të vërtet, kjo jetë pa besim nuk ka vlerë, as peshë e as kuptim. Poeti dhe filozofi islam Muhammed Iqbal thot: nëse besimi humbet, nuk ka siguri, as nuk ka jetë për atë që fen se për të rinë. E kush pajtohet të jetoj pa fe, ka bërë për vlla asgjësimin. Emersoni në fund të esesë së tij Mbështetja në vetveten ka konkluduar: mos beso se triumfi politik, ngritja e pagave, shërimi nga sëmundja dhe kthimi i ditëve të lumtura do të hapin para teje horizonte, sepse asgjë nuk të sjell qetësinë përveç vetvetes tënde. Allahu në Kuranin fisnik thot: o ti shpirti bindur plotësisht, kthehu te Zoti yt i vetkënaqur e i pranuar. Është interesante se në Kuranin famlart më tepër jemi të urdhëruar të kujdesemi ndaj sëmundjeve psikike dhe shpirtërore se ndaj sëmundjeve fizike. Thot Allahu: në zemrat e tyre kanë sëmundje, e Allahu u ashton sëmundjen edhe më shumë. E për shkak se ata përgënjeshtruan, pësojnë dënim të dhemshëm. E kur ata u shmangën nga e vërteta, Allahu i largoi zemrat e tyre. Filozofi francez Montaigne gjithmonë në jetën e tij thoshte këtë fjalë: nuk preket njeriu me atë që ndodh, ashtu siç preket dhe ndjehet nga mendimet e tij rreth asaj që ndodh. Kurse nga gjurmët e shokëve të dërguarit kemi këtë lutje: Zoti ynë, më bëj t'i pajtohem caktimit tënd, që të di dhe të bindem se ajo që më ka goditur s'ka mundur të mos më godas, e as ajo që s'më ka goditur nuk ka mundur të më godas.